Marrëdhëniet e acaruara mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit nuk janë më thjesht përplasje personale mes dy liderëve me karaktere të ndryshme. Ato janë kthyer në pengesë konkrete për marrëdhëniet mes dy shteteve shqiptare. Çdo sektor bashkëpunimi, nga energjia tek tregtia dhe arsimi, ndjen efektet e kësaj ftohjeje. Më e goditura është ekonomia e përbashkët, që në vend të integrimit ka hyrë në fazë bllokimi. Në vitet e para pas pavarësisë së Kosovës, çdo qeveri shqiptare shpallte partneritet strategjik me Prishtinën. Pas 2020-s, me ardhjen e Albin Kurtit në pushtet dhe me konsolidimin e Edi Ramës në mandatin e tij të tretë, bashkëpunimi u kthye në rivalitet politik. Rama kërkon rolin e liderit rajonal, ndërsa Kurti nuk pranon tutel. Përplasja ka kaluar nga retorika në pengesa konkrete. Në korrik 2024 u pezulluan disa takime të përbashkëta qeveritare që ishin planifikuar për të nënshkruar marrëveshje ekonomike. Projektet e përbashkëta në dogana, tregti dhe infrastrukturë janë ngrirë. Kompanitë shqiptare që operojnë në Kosovë raportojnë vonesa në pagesa, pengesa doganore dhe mungesë bashkëpunimi nga institucionet kosovare. E njëjta gjë ndodh edhe në anën tjetër të kufirit, ku bizneset kosovare ankohen për trajtim të pabarabartë në Shqipëri. Në Tiranë, Edi Rama ka zgjedhur t'i bëjë presion Kurtit përmes projekteve simbolike, nga porti i Durrësit e konferencat rajonale të Ballkanit të hapur, të cilat Kosova i ka refuzuar kategorikisht. Për Kurtin, Ballkani i hapur është zëvendësimi i integrimit evropian, ndërsa për Ramën është një platformë për rritjen e ndikimit personal në rajon. Kjo diferencë vizioni është ndërruar në endek politik mes dy qeverive. Diplomatikisht, komunikimi mes Tiranës dhe Prishtinës është reduktuar në minimum. Takimet formale zhvillohen me tone të ftohta, ndërsa bashkëpunimi praktik është pothuajse i paralizuar. Ministrit përkatëse punojnë me udhëzime që shpesh janë kontradiktore. Këshillat e përbashkëta ekonomik nuk funksionojnë më. Edhe programet e përbashkëta për arsimin, kulturën dhe turizmin janë pezulluar ose zëvendësuar me iniciativa të njëanshme. Kjo ftohje politike ka pasoja të dukshme ekonomike, shkruan Diplomatiko. Kompanitë e transportit dhe logjistikës raportojnë rritje të kostove për shkak të pengesave në dogana. Importet dhe eksportet mes dy vendeve janë ulur me rreth 12% krahasuar me vitin 2023. Shumë biznese që investuan në tregun e përbashkët shqiptar tani po tërhiqen. Në të dy anët e kufirit ndihen tensionet e një shteti që nuk flet me veten, por përtej shifrave, ftohja e Ramës dhe Kurtit është treguesi një krize më të thellë politike, mungesës së një projekti të përbashkët kombëtar. Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete që flasin të njëjtën gjuhë, por ndjekin strategji të kundërta. Rama shet drejt Beogradit dhe Brukselit për legjitimitet, Kurti drejt qytetarëve dhe transparencës. Të dy pretendojnë se mbrojnë interesin kombëtar, por rezultati praktik është ndarja. Në këtë klim, çdo investitor, çdo biznesmen, çdo qytetar që kalon kufirin ndjen ftohjen institucionale. Zyrat e bashkëpunimit janë bosh, marrëveshjet mbeten në letër, ndërsa energjia politike për bashkim është ndërruar në arrogancë e indiferencë reciproke përballë këtij realiteti. Deklaratat për kombin një dhe të pandar duken si klishe të vjetra në një epokë ku politika i mbyll rrugët ekonomisë dhe shpresës. Në fund, ajo që po ndodh mes Ramës dhe Kurtit nuk është thjesht grindje politike, është shembje e një ideali që duhet ishte më i fortë se egot. Bashkëpunimi shqiptar mbi baza të barabarta, ftohja e tyre është ftohje e dy shteteve dhe si çdo trup që humb ngrohtësinë, fillon të ndjejë paralizë në çdo qelizë të tij, këtej dhe andej kufirit.